Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon edhe për fëmijët e saj, të kanë vërtetuar që nuk ka qenë gravitje, por ka qenë vrasje e rëndë. Ajo se çfarë u vërtetua sot është ajo që kemi thënë që nga fillimi, se na imi se bashku me kushtrimin, duke zgjedhur granitin si vrasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon edhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Sado pak na ka lehtësuar dhimbjen edhe neve dhe familjes, po besoj që ishte vendim të cilin e kemi pritur gjithë popullit shqiptar, jo vetëm ne familja. Sot u nxorr një vendim konform prova materiale që administruan shqyrtim gjyqësor. U shqiptuan 2 dënime me burgim të përjetshëm dhe një kuazi dënim me burgim të përjetshëm, edhe pse si i tillë nuk parashihet me kod, pasi që ishte vetëm në kohë gjatë prej 30 vitesh, por që duke pas drejtën që ta apelojmë edhe në gjykatën e apelit konform lartësisë dënimit, konsiderojmë që do të bëjmë edhe ankesë, sido që t'jetë, ka qenë një proces i ngarkuar, kuptojmë edhe gjykatën për këtë vendim, duhet jemi të matur dhe të respektojmë vendimet e gjykatës, t'i pranojmë si të tilla dhe të ushtrojmë mjetet juridike që kemi në dispozicion. Ju falenderojmë gjithë mediave, popullit gjithë shqip folës anë mban dhe përtej vendeve shqip folëse, pasi që mbështetja nuk ka mungu deri tash asnjëherë. Të tregojmë se ndihemi bërgjli ndaj atyre hetuesve, për shkak se punën kryesore dhe barrën e kryesore të hetimit e kanë bartur ata hetues. Është normale që prokuroria të thras gjithë ekipën hetuese në një shpallje të vendimit, siç e pat edhe në anën e prokurorisë, ishin prezent bashkëpunëtori profesional, zyrtarja ligjore e prokurorisë, përkthyesi nga gjuha serbe dhe zyrtar tjerë nga prokuroria. Hetuesit në këtë rast janë pjesë e stafit e prokurorisë dhe konsiderohen si të tillë. Të njëjtit kanë dashur që të shohin edhe frytet e punës së tyre të palodhshme, të cilat në orët e para pas vrasjes, mos themi në orët e para, në momentet e para, janë përgjigjur me gatishmëri maksimale, ku kanë qenë aq të aftë dhe aq reflektues ndaj rastit, sa një rast i cili është lajmëruar dhe i mbuluar me këllëfin e grabitjes e kanë kthyer më njëherë dhe kanë vërtetuar që nuk ka qenë grabitje, por ka qenë vrasje e rëndë. Herët duhet jemi respektues ndaj vendimit të gjykatës, gjitha pretendimet tona ashtu siç i kemi paraqitur deri tash edhe në shqyrtime gjyqësore, do t'i paraqesim me parashtresa të veçanta dhe konsideroj që ky dënim duhet të ndryshohet, por që i takon gjykatës të vendosë, sepse jemi para një gjyqi të provave dhe si tillë presim që të ndodhë në gjykatën e apelit.